Gjatë vitit të kaluar në teritorin e bashkisë Pogradec nuk është evidentuar asnjë rast i kultivimit të bimëve narkotike si rezultat i zbatimit të planeve të masave dhe planeve operacionale në teren. Ky fakt u bë i ditur nga drejtuesi i Komisariatit të Policisë Pogradec gjatë një mbledhjeje të përbashkët të zhvilluar në sallën e Këshillit Bashkiak. Ai vuri theksin në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe koordinimin e veprimeve për parandalimin e këtij fenomeni edhe në vijim. Ky rreth është zëruar në masën 0%, ku nuk ka pasur në fjalë asnjë bimë të kultivuar vjet. Duhet bashkëpunimi gjithë secilit dhe me kuptimin gjithë secilit dhe zërin e juaj në çdo familje, kudo qoftë ajo dhe më e thellë, që këtë punë nisur kaq mirë dhe të bërë në fjalë nga kolegët e mi paraardhës, njëkohësisht nga ju që jeni këtu, ta kemi edhe për vitin 2026 kundrejt këtij fenomeni. Nga ana tjetër, nënprefekti i Pogradecit u shpreh se strukturat përgjegjëse do të shtojnë kontrollet dhe kujdesin, veçanërisht në zonat e thella malore dhe në objektet e braktisura të konsideruara si zona me risk potencial. Na duhet të bëjmë kujdes sidomos në zonat e thella malore, sepse nga që popullsia është e pakët, ato janë shumë larg dhe mund të shfrytëzohen nga këto element negativ. Gjithashtu duhet kemi kujdes sepse një pjesë e fshatrave janë në shtëpitë e braktisura. Dhe këta element negativ gjejnë lloj-lloj forma për ta kultivuar këtë bimë. Takimi u fokusua në rritjen e ndërgjegjësimit, koordinimin e veprimeve dhe përcaktimin e masave konkrete për parandalimin dhe luftën ndaj këtij fenomeni kriminal me synim garantimin e sigurisë dhe ligjshmërisë në komunitet.